Djali jam I ka pas 11 vjet kur e kanë, domethënë njerëzit që merren me propaganda, agitacion, kanë thënë që propozit BMW s'ku pas asnjëherë. Kjo ka qenë 2012-2013, sepse qëllimi ka qenë me bo fushata cilat I konvenojnë dikujt me fitu zgjedhjet. Po, atëherë, kur jemi të shpifjet, ne nuk mund të ndalojmë, ashtu s'kon se është komisioni I pavarur për media që ata mund të ankohet dikush atje ose policia e Kosovës ose do të pa ato portale janë të regjistruar apo jo, se nuk e dim në këtë punë. Edhe nuk është teme kryetarit të komunës as e ekzekutivit me një portal lokal, a është I regjistruar mas pare, a pagun taksa apo çka, unë nuk I di ato. Besoni që janë edhe mund vje kesh që ka shpifje, ka improvizime, bile këta që janë ma tjetër pa keq kuptime, ndoshta dikush po ballavaçohet sot me këto farë insinuata, me improvizime, me shpifje, është një farë ndodhi, atje një farë mesele që tregohet mes deles edhe dhijës. Ata që janë ma tjetër e din, s'kam nevojë me përmend. Unë vazhdimisht ballavaçona me situatat cilat shpif se po ato s'kam forcojnë, sepse është të vërtet që po krijojnë ka njëherë paqartësi, se sa shpifjet bëhen adres time, cilat jo vetëm që si meritoj si njeri, si kryetar, po si meritoj as si njeri, si meritoj askush, se nuk janë normale ato. Thjesht ka insinuatat cilat prekin edhe në çështje familjare, në çështje privatësie, që kur në politik nuk ishtë dash me qenë standard, për dikush e merret seriozisht me politikë. Unë nuk krijoj politika përmes incidenteve, as nuk e avancoj, nuk hedhi hapa në aksidente, në incidente, në bile bukur të qarta I kom fatkeqësisht duhet me thënë është fatbarësisht duhet me thënë që prej viteve 90 unë I kom të qarta çka duhet më marrë një njeri që ka në mend, që është I pozicionu me punu për interesin e përgjithshëm. Edhe me çka s'duhet më marrë. Edhe kur s'keni mundni mu, veç kur të ma qel dikush gojën, se mu s'keni mundni kur. A kur të ma qel gojën e ma zgjat, si me zorë, ma zgjat gjuhën, unë tani flas. Edhe aty tani mujnë mi interpretu, e keq interpretu, po flas, po kërkon nuk e mundësi, edhe nuk e bazojnë politikën në kriteret tolta, në veprimet tolta, në deklarimet tolta. Edhe besoj që ky standard duhet me vlerë për të gjithë. Edhe unë kom plot, çka me thënë për portalet, cilat janë, në të vërtet janë, tani herë dhe mbjellin edhe faren e urrejtjes, faren e ndasive, përqarjeve. Ati thuti që na jemi kin, edhe jemi vend I madh, shumë janë 1 miliard e 300 milion valor, edhe tash na duhet, jemi aty mjaftueshëm, jemi me bollaka, duhet me luftu një unitetin si me tana mjetet e mundshme. Kjo ndodh edhe me mu. Personalisht, domethënë një diçka që s'ka hiç asnjë lloj problemi. Tek unë jam njeri, pa marrë parasysh çka jam sot. Po jam njeri. S'ka të bëj kur gjë me kryetarin. Vetë që më bëni kritike shnosh, me qëllime përmirësimi, ashtu bëhen edhe nxitje. Po këtu unë I kum kalu moti. Edhe tashmë nuk më bojnë fare për shtypje, që ka thënë Ramiz Vadrosi, nuk I lexoj më hiç. Ato më vinë, na herë edhe I lexoj, sepse na jemi familjare, dikush ka lexuar, dikush ti përcjell e tjera. Po në çet pikë unë ndoshta më shumë I kam arsye me fal vet, po nuk e kam ndërmend më marr sepse jam më I fort kuptimin e karakterit edhe përcaktimit e bindjes e ideologjisë e vlerave që përfaqësoj se sa krejt portalet mi bë bashkë. Përkundër faktit që portalet I respektojnë. Po, nuk unë e thej, një njeri, disa shpifje, disa improvizime, apo edhe disa të vërteta të sajuara me qëllim që me godit aty ku nuk duhet. Po, kemi aplikojmë na, kemi aplikuar për Wi-Fi, edhe të gjitha thirrjet të cilat e përfshin komunën. Besoj që ne kemi dëshmuar që nuk ju ikim, edhe I rrim shumë gati dhe jemi përfitues në plot projekte të Bashkimit Evropian. Shpresojmë ta fitojmë edhe këto Wi-Fi-n falas. Kemi aplikuar me kohë edhe në rregull tani jemi.
edhe në çdo thirrje që hapet e përcjellim me vëmendje. Edhe thirrjet madje edhe ndërkufitore që edhe pse s'jem komunë kufitore me shtetet, me Republikën e Shqipërisë, me Republikën e Maqedonisë Veriut, me Republikën e Malit Zi, edhe jem përfitues në disa projekte të cilat besoj keni dëgjuar ndoshta në të kaluar kur kemi folur për to, qoftë me qarkun e Kukësit, bashkinë e Kukësit, komunën e Haraçinës, apo tash e kemi edhe një thirrje kemi aplikuar për me Maqedoninë e Veriut me komunën e Sarajt të Maqedonisë Veriut. Shpresojmë të jemi përfitues. Sa i përket pikës shtesë për dhënien e shfrytëzimit për 99 vite, është pjesë e parcelës ku aktualisht është ish Hotel Plaza. Këto dy parcela edhe ashtu janë kënë në shfrytëzim në të kaluarën për të njëjtin pronar, pas takimeve të fundit me komision profesional të kësaj lëmie pas vendimit fundit të kuvendit për dhënien në shfrytëzim për 99 vite për parcelën që është aktualisht hoteli, pas lishmërisë, ka lishmëria e këtij akti të kuvendit, kemi dalë teren bashkë me dikush edhe prej asamblejistëve ka qenë bashkë me neve në atë komision, në atë përbërje që me ndihmu komisionit profesional në lidhje me kritere, e kemi pa që është jo funksional hoteli nëse vazhdojmë pa këtë pjesë. Dhe më tonë bëhet fjallë edhe për 9 ari 69 metra katror, ku aktualisht është terasa ish hotelit Park Plaza, bëhet fjallë për këtë parcel, mirë por në të njëjtën kohë në seancën e kuvendit kalum nuk i kemi qitë në kuvend për me marrë vendim për me dhënë shfrytëzim për shkak të punimeve që po i realizojmë në shesh. Shumica e punimeve të vrashta në atë parcel veç janë në përfundim e sipër dhe bazuar në arsyeshmërinë që mundet me na ardhë çdo ditë prej presidentes së Republikës së Kosovës, se cilat punë mundet me i marrë vendime kuvendit dhe cilat jo. Ne kemi pasur të arsyeshme që me funksionalizu këtë parcel për me mujt kuvendi, komisioni i këtij kuvendi me akt thirrje për ankam publik pas lishmërisë së këtij akti, e kemi pasur të arsyeshme me vendos edhe këtë parcel në këtë sipërfaqe për 99 vite, ashtu që kemi vendos për parcelën ku është faktikisht i ndërtuar ish objekti i Hotel Plaza. Kjo është pika shtesë që ka ardhur materiali me i mirë. Një material tjetër që ka ardhur në Imer për drejt kalimi që nuk është në rendite. Në rendite e keni një pikë për drejt kalimi për 8 metra katror, por është në zonë katastrale në Ravec. Materiali tjetër që ka ardhur me Imer po e tërheqim për shkak se pala i ka drejtu edhe kryesuesit edhe kryetarit, landa është në zyrën ligjore, por shqyrtohet, fillimisht kur ta shqyrton shkalla e parë, pastaj vendosim në seanca të tjera që do të bëjmë me këtë kërkesë. Domethënë bëhet fjalë për një drejt kalimi sipas rendit të ditës, një material që parzit ju ka shkep fizikisht është në rend ditë, që ka të bëjë me kërkesën e drejtorit përgjithshëm të Policisë së Kosovës për shfrytëzim të disa ari që faktikisht janë në shfrytëzim prej atyre, është përpara objektit të stacionit të policisë, për shkak se kërkesa e drejtorit përgjithshëm të policisë na ka ardhur dje pas dite mas orës 3, na jemi mundu sot me bo vendime dhe kemi dërgu me vonesë sot fizikisht që kërkojnë në shfrytëzim sipas ligjit, sipas rregullorit për kushtet veçanta në shfrytëzim deri në 99 vite, sa ata drejtoria e përgjithshme e Policisë së Kosovës kanë bërë një projekt detaj ku dojnë me rehabilitu stacionin e policisë dhe dojnë me bo disa parkigje para stacionit të policisë, që është në pronësi të komunës së Ravecit dhe në shfrytëzim për stacionit policor para dhe pas luftës. Në të njëjtën kohë, kur e përmendëm këtë pikë shtesë për 99 vite të sheshi qendror, është edhe pika komisionit i cili do të zhvillojë procedurën. Këto janë në përgjithësi. Po i ftoj që edhe këto pikat me i votu në renditës si tërsi. Faleminderit. Faleminderit të drejtor, atëherë nëse nuk kemi diçka për pikën, po burim krasniqe. Faleminderit, kryesues. Për të dhe për kryetarin, ekzekutivin, kolega asamblesë, gjithë falëndeshëm. Po du më konë pak ma korrekt. Që ky ndryshim i vendimit për zgjerimin e dhënës shfrytëzim për 99 vite, a ka qëllimin vetëm për me ndërru komisionin për dhënën shfrytëzim, apo ku është problemi? Ta kemi të qartë.
Në seancën e fundit, kur ke marrë vendim për me dhënë shfrytëzim ato 20 disa metra katror për hotel, kemi formuar edhe komision. Tash kemi pru vendim për një parcel tjetër me këtë sipërfaqe. Sipas ligjit rregullor apo e kërkon me formuar edhe komision. Është e juaja nëse doni me e legjitimu të njëjti komision, antarët e njëjtë. Ai komision që është marrë, ka ardhur liçmëria për ato në rregull. Ata antarët e komisionit, qoftë nga ekzekutivi, qoftë nga kuvendi, është i njëjti komision që ka me zhvillu procedura për atë parcel. Sot është e drejta juaj që më jep legjitimitet po të njëjtit antarëve të komisionit, por me zhvillu se në të njëjtën kohë kanë me zhvillu procedura. E njëjta procedurë për 2 parcela. Është jo funksional hoteli. Kushdo që tenton me marr, me rehabilitu ose me prish me bot tjetër, është jo funksional për shkak të qasjes. Pa tjetër duhet me marrë vendim që me jep shfrytëzim edhe këtë parcel për 99 vite, ndërsa sa i përket komisionit është e drejta juaj. Nëse doni të njëjtin me legjitimu, mirë. Nëse doni tjetrin, mundi me formu tjetrin, po kam u marrë veç për këtë parcel. Një komision për një parcel, për këtë parcel 2 kemi propozim propri komision, po i mundini me vendosju që antarët e njëjtë me zhvillu procedurat për 2 parcele.